Është rralla e mikrofonit tem sepse jena gati të ndëgjojmë një intervistë shumë të këndshme me një figurë shumë dimensionale në botën e artit dhe edukimit. Është jo vetëm një këngëtare, por një mësuese, gjithashtu edhe drejtoresha e Qendrës Kulturore të Fëmijëve të Shkodrës, Kujtim Alia. Zonja dhe zotrinj, Orieta Kelaj. Faleminderit Noel, mirë se erdhe në shtëpinë tonë në Sparit. Kja shtëpia gjithë neve, por gjithë ju që nuk e dini, edhe më pëlqen shumë me thirrë si shtëpi dytë këtë vend, sepse të vërtetë është e tillë. Dyshori, si të kam se e di që s'fund me je full. Me shumë aktivitete njëkohësisht, por gjithmonë është bukur kur produktin finale merr e realizon ashtu siç duhet. Shumë bukur. Unë sot kam zysh Orietën e rritun, po unë do të kthehem pak tek ajo fëmijë. Orieta fëmijë, kur i lindi pasioni për muzikën edhe cilat ishin hapat e parë? Shumë herët. Besoj ka qenë grupi parashkollor, pra qysh në kopsht, kur u pan ato shkëndijat e para prej edukatores teme të mrekullueshme dhe do të vazhdote në shkollën 8 vjeçare asaj kohe, qysh në klasë të parë. Isha fëmija që sa u jepte festivalin në RTS, unë e nesër do të shkosha dhe do të kënosha para klasë një numër të madh këngëve që kisha një natë më parë. Sa bukur. Si ishte fëminia jote? Atëherë Noel, për brezin tem, nuk është se ka një fëmini e lehtë, por fëmijë gjithmonë gëzojnë. Por unë du me thanë që kam pas fëminin absolutisht më të lumturën dhe më të bukurën botë, pikërisht prej jo këtij institucion, por që dikur ka pas një vendodhje tjetër. Dhe them që kam gëzu çdo ditë, edhe asaj kohën i kena bash shumë aktivitete. Të them drejtën, unë jam rrit në shtëpinë e Pionierit, dikur sot Qendër Kulturore e Fëmijëve. Sa bukur. Që edhe ne po rriten avash te kjo Qendër Kulturore. Pas këtyne hapave të parë, kur i lëshove ti rranjt e mirëfillta në këtë botën e artit? Atëherë, në moshën 16 vjeçare, unë kam marrë pjesë në festivalin e radiotelevizionit. Kam qenë këngëtarja më e re atij vit, vetëm 16 vjeçe, dhe kjo me një bashkëpunim me mësuesin e mrekullueshëm, me profesor Kolec Gajtanin, kompozitorin e mirënjohur shkodran, që ne tonë dona fort, dhe si eksperiencë e parë. Por kanë qenë 2 vite rresht, pra edhe në moshën 16 vjeçe, edhe 17, pra i takon në vitin 92-93, kur ishte pjesëmarrja jeme e parë dhe e dytë, por jo vetëm sepse unë tashmë kisha nis rrugën e artit, sepse në aktivitetet premiera që Teatri Imigjeni zhvillote aso kohe, unë isha nër këngëtarët e reja që Teatri Imigjeni më kishte hap dyrë dhe më kishte afru në trupën e saj, gjithmonë pra duke ju bashkangjit në premierat e ndryshme. Shumë bukur. Cili mendon se është momenti më i rëndësishëm i kësaj karrierës tande muzikore, artistike? Që ti the, po, ja dola. Jo, unë asnjëherë nuk them po. Asnjëherë nuk the po, okay. Jo, sepse detyra e çdo artistit është që kudo ku të jetë, në momentin që është para publikut, ka rëndësinë vetë çdo moment. Pra asnjëherë nuk kam thënë arrita këtë dhe boll. E rëndësishme për mua ka qenë gjithmonë që me u prezantu me dinjitet, me kanë korrekt, në gjitha aspektet, nuk flas thjesht, pra nuk jam me atë idenë me rëndësi pjesëmarrja, nuk e kam menduar kur kështu me rëndësi pjesëmarrja, apo me rëndësi për me kanë në skenë, aty ku publiku të donë, sepse ne artistat them që jena këta në fal njerëzve. Dhe asnjëherë dhe ala nuk them, edhe pse mu ban vite shumë Noel, çiknoj, por asnjëherë nuk them që kam arrit edhe mjafton. Për artistin nuk mjafton asnjëherë. E ceke pak pjesën e njerëzve dhe publikut, si ndihesh kur performon para tyne, edhe ku je në një skenë që përballë ke disa sy kritik shumë të mirë, siç janë ata të Shkodran. Publiku Shkodran është vlerësuesi më i mirë që mundet me pas një artist. Ti shkon kudo, prezanton materialin që ke, por në Shkodër nuk ke vetëm një uri përballë, por çdo spektator gjykon në mënyrën e vet. Dhe kjo besoj që ka ba këte edhe që artistat Shkodran kudo që shkojnë,
e kanë suksesin të garantuar, sepse sita e din se ç'është? Po, baza. Jo, sita është një objekt që sitet milli. Sita, okay, e mora në kuptimin e huaj, se unë na vetëm anglisht forca ti e di. Ja, pra, ne thojmë ne këngëtarët ose brezit tem ose edhe pak më të vjetër, sita e Shkodranëve është e im të fortë. Jo gjithçka pra, ai milli që jo gjithçka kalon poshtë. Para është gjithmonë kënaqësi absolutisht kur je para publikut Shkodranë. Po veçanërisht para fëmijëve, se unë e di që ti ke një lidhje shumë të mirë me fëmijët. Të jashtëzakonshme, e kam pas gjithmonë, aq më tepër sot. Në raport kur unë jam çiknoj përpara fëmijëve, atëherë se do të pyes më vonë për këto tjerat. Po ti si këngëtare, kur je para fëmijëve? Unë jam mësuese me profesion. Edhe do ta ceku më vonë. Dhe gjithmonë pra kur kam kënu para fëmijëve, gjithmonë besoj që kam marrë duar trokitje të më të forta dhe më të sinqerta. Kam kënu para fëmijëve se kam dhënë muzikën, por jo vetëm. Por në orën e muzikës, unë gjithmonë e kam bë pjesën e interpretimit ose të prezantimit këngë, sigurisht që e kam kënu unë përpara. Dhe them drejten, gjithmonë fëmijët e mi, nxënësit e mi kanë kënu jashtëzakonisht bukur. Kjo sepse ndoshta edhe unë i kam ushqyer dëshirën për këngën. E kam injektu. Po kam emocione më shumë se kur kënoj para tritunve, ma besojte, po. A ka ndonjë këngë të veçantë që ti e njeh shumë afër zemrës dhe pse? Atëherë, të them për këngë që unë du, unë nuk kam vetëm një këngë. Unë kam shumë këngë, por që në vite i lidhi me situatat të ndryshme, me momentet të ndryshme. Sepse adhuroj këngën qytetare Shkodrane, pavarësisht unë fillimet e mia dhe unë prap them që jam ma tepër këngëtare muzikës të lehtë se sa e asaj popullore, por këngën qytetare Shkodrane e kam është pjesë e jetës teme, pjesë e jemja. Të menosh kam këngë të fëminisë që i kam të ngulitën a thellë, që edhe ato i kujtoj dhe i kënoj herë mas heret. Por të them specifike duhet një listë pa fund sepse kam shumë. Kam shumë që kur du me i kënu, i shijoj maksimalisht. Sa bukur. Unë du të pyes për mbështetjen tënde më të madhe. Cila është ajo? Se kush ka kënë mbështetja jame për... Kush ka kënë dhe besoj kush vazhdon të jetë? Atëherë, pikë pari është familja e ngushtë, aty ku jam linë dhe rritë, prind e mi të mrekullueshëm, 2 motrat e mia që më kanë mbështetur gjithmonë, për të vazhdu mëtej me familjen teme që unë kam kriju, pra bashorti jem, vjehra jeme, sepse po të tregoj se pse. Se nuk është thjesht mbështetje për me thënë, po shkon, por ne kena dhe një familje. Unë përpara se me kanë këngëtare, unë jam nan, jam gru, jam bi, dhe ne kena detyrime. Por të menosh mu vazhdashi me i lanë fëmijët krejt vegjël dhe për me vazhdu me punën teme dhe gjithmonë kam pas për krajen dhe mbështetjen e familjeve, e familjes teme pra, por edhe të prindve dhe të motrave të mia. Shumë bukur. Po, unë personalisht e tham këtu drejt për drejt që unë nuk i kam taku asnjëherë fëmijët e mësuesorietës. Edhe është gjë shumë e çuditshme se mësuesorieta është drejtoreshe e qendrës kulturore të fëmijëve. Si e ke raportin me fëmijët dhe a dëshiron që ata të ndjekin në rrugën e artit? Atëherë, ti nuk i ke taku sepse ata i përkasin të është një grup moshet më të rritur që nuk i përfshin qendra kulturore, por vajza jeme është rrit në qendrën kulturore. Sa bukur. Sa ka kanë fëmijë, ka ardhë rregullisht ka kënu, por besoj që fëmijët e gjajnë vetë rrugën. Unë nuk jam prej aty në prindve që du se zban, ose kam dash se zban që fëmijët e mi me kanë si ne. Ja. Ata kanë gjetë rrugën e vetë dhe besoj që janë rrugë të drejtë për me vazhdu për para. Orieta, ka projekte të reja për veten? Projekte të reja muzikore? Them drejten, njëherë kam disa projekte ma të rëndësishme se ngusht për me menu Orieta për veten e saj. Më pëlqen që i herë mas heret
unë jam e pranishme, pavarësisht se jo si ma përpara, se edhe angazhimi i punës, por unë jam çdo javë e pranishme me live që i bëhen qytetin tonë, por të mendoj për projekte, besoj që projektet dojnë kohë dhe përkushtim. Dhe unë kam menu që ma mirë, po pri njëherë këto projekte që kena këto, edhe të përkushtohem këto, dhe shpresoj që të më teprojnë pak kohë për me pas edhe diçka për vete. Okej, drejtoreshe e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, një titull që ti me modestinë tënde nuk e preferon shumë, unë e di shumë mirë këtë, po gjithsesi unë do të pyes. Si erdhi ideja për kandidimin e këtij titulli edhe si ishte emocionet e para kur more vesh se ti do të jesh e radhës? Noel, nuk e kam menuar asnjëherë që munda me kanë një pozicion të tillë. Unë kam vite që kam kanë në lidhun me Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Unë dhe si shumë kolegë të mi kena punu me fëmijët për me afru në Qendrën Kulturore, por se do të më vite një ditë koha që të isha në drejtim të saj qendre, nuk e kisha menu asnjëherë. Por gjithmonë njëri duhet me marrë, arrinë një pjekuri profesionale, që ti kërkon ma tepër për me ba, përgjithësi shumë e madhe. Faleminderit mundësisë që u dha për mu ba një konkurrim i hapun. Dhe të thash unë lidhjen me Qendrën Kulturore të Fëmijëve kam shumë të hershme dhe jam shumë krenare, është e disata herë që unë nuk përmendi emrin e plot, emërtesën e plot, që lidhet pikrisht me njeriun që mu më dha rrugë, më dha drejtim për me kanë kjo që jam sot. Pra me mjeshtrin e madh dhe mësuesin e paharruar Kujtim Alia. Pra, po ta shohim në ato ëndrat e mia e kam andru me punu një herë. Por ndoshta nuk ishte koha e duhun, fëmijët e vegjël duke u rritë, sepse këtu donë përkushtim për vetë specifika që kanë, edhe oraret, edhe puna që duhet me ba. Po nuk kam kanë e gatshme. Sepse edhe një grup pra që punon me dy turne, se të edhin që ne funksionojmë me dy edhe paraditen, edhe pjesën e masdites, do në përkushtim. Dhe kjo do të thotë, pra që ose duhet me e ba, ose s'duhet me e ba. Por thash, kjo falë gjithë asaj mirësisë që mësuesat tonë na kanë dhënë për me e dash këtë vend, dhe besoj që duhet, kur e don diçka ti e realizon. Sa bukur. Cilat janë me qëramet tek fëmijët, cilat janë sfidat më të mëdha për edukimin artistik të fëmijëve? Atëherë, edukimi... Konkretisht të neve, fëmijëve që ti ke këtu. Pra besoj që mosha jote është vonë, nëse ti e shemullit mirë, por edukimi fillon qysh heret, qysh në parashkollor. Nëse ne dona me pas fëmijë që të orientohen drejt artit, mirë drejt artit, duhet me fillu qysh në vogli. Sepse fëmijët kanë një specifik të veçantë. Sa ma të vegjel, me u zbulu, aq ma mirë, aq ma shumë, aq ma shpejt ne do të marrim talentin e këtij fëmijë, do të orientohet, sepse fiton sigurinë, eskencë, mëson, formon ose ma mirë fiton një bagazh të madh me këngë, është shumë e rëndësishme. Dhe unë besoj që si qendër kulturore na takon ne, por edukimi duhet me fillu dhe duhet të jetë pra që në kopsh, që në parashkollor, në shkolla, dhe sepse ne jena pjesa e sipërme e gjitha kësaj. Atëherë ne na duhet me orientu drejt artit. Ju jeni sita. Duhet me mësu, mund të them jena dhe si jena sita. Pra, kur vinë fëmijët këtu, ne na i përgatisin vinë pra të përzgjellun në rastet më të mëdha nga mësuesit. Sepse jena dhe ne që shkojmë në përshkolla. Për shembull, këtë vit për Bilbila, ne kena lëviz në një pjesë të madhe të njësive administrative dhe kena pas prurje. Pra, se gjithmonë është ajo ideja me shku ne, por faleminderit për kushtimit të mësuesave të muzikës, që i afrojnë këta fëmijë. Sa ma herët, aq ma mirë. A mendoni se fëmijët sot janë pak më interesuar se atëherë për sa i përket artit dhe muzikës në këtë rast? Atëherë sot është sfidë për ne për me afru fëmijët, sepse mundësitë tuaja sot janë shumë më të mëdha se ç'kan
kanë mundësit tona dikur. Ne kena pas vetëm në argëtim, në një kohë që ju e keni, unë e di që për ju, që ju kena pjesë të këtij institucioni, është shumë e rëndësishme kjo qendër, por të mendosh dikur në argëtimi i vetëm, ne kena pas atë shtëpi pionierit, ku kena bë aktivitete. Një kohë që ju si mungojnë pjesë, pavarësisht se ne kena edhe pjesën e lojës ndoshta e kena pas pak më të mirë se jo se kena pas hapësina ku me lujt, nuk na ka pengu kush, por besoj që kërkesat e fëmijëve janë rrit. Edhe ne na duhet pra për me punu shumë që mi ofru mundësi të reja fëmijëve. Përsa i përket qendrës kulturore të fëmijëve, cilat janë arritjet më të mëdha të këtij institucioni? Atëherë, qendra kulturore e fëmijëve gjithmonë ka pas arritje. Në vite. Absolutisht. Pra, ka një kontribut të jashtëzakonshëm në vite, i gjithë stafi, të gjithë personat që kanë kontribu në këtë qendër. Por, nëse do të marrim për shembull vitin 2024, nuk di, fillojmë t'i kujtojmë pak bashkë. Me gjithë që i rreshtojmë bukur. Pra unë them, përveç planit, që është diçka që unë e kam fort për zemër. Mos më nejtë strikt mrena kornisë. Pra, ne funksionojmë në bazë të një plani vjetor të përcaktuar mirë, ku se cili aktivitet ka kohën e vetë, sigurisht që ne i rrim kohës vetë, por pse dalim edhe me 4-5 aktivitete tjera në muj, kja nuk përban problem. Kur ju kena ju gjithmonë, kur kena fëmijë të mirë që na mbështesin dhe prind të pa lodhon, që nuk pritojnë asnjëherë me ju përcjell, me ju shoqënu, me najt gatshëm për me na mbështet, sigurisht atëherë që ne nuk. Përveç mbështetjes së prindve, për gjithë ju që po na ndikni, mësuesorieta për ne është si një nanë e dytë. Mor na mbështet, mor na realizon dëshira, mor na jep mundësi. Edhe unë ku të them me sinqeritetin më të madh. Unë nuk bëj asgjë vetëm atë që ju meritoni dhe unë e kam për detyrë. Shumë faleminderit. Cilat janë projektet e ardhshme të qendrës kulturore tashmë? Se unë e di që jeni në një periudhë shumë fluks për qendrën kulturore, duke filluar me bilbilat që startojnë gjysmëfinalet nga java e ardhshme. Në këtë ditë që sapo ku ne po zhvillojmë këtë intervistë, ne jena me kampionatet pranverore që zhvillohen në mjediset e shkollës gjimnazit atë Pjetër Mëshkalla. Sapo me sukses ju keni myll një super shfaqje që du me të komplimentu sepse ti dhe gjithë fëmijët tonë e meritoni. Gjithashtu jena në përgatitje të fazës gjysmëfinale, a mundemi thënë datat? Se unë e di që emisioni juja shumë i njekun dhe du me i ba ftesë të gjithë prindve. Një thirrje, pse jo, normal. Atëherë, ne vim me 3 super gjysmëfinale, ku do t'jenë rreth 90 fëmijë të Shkodrës që do të konkurrojnë në datat 26, 27 dhe 28 mars në teatrin Migjeni në orën 5, dhe për 2 finalet e shumë pritura që do t'jenë me datat 8 dhe 9 prill, pikrisht ku në skenën magjike të teatrit Migjeni në orën 5. Nuk duhet mungu. Ju ftojmë na bani pjesë dhe të mbështetni talentet e Shkodrës. Se jo. Teshti, edhe unë nuk do të mbaj edhe më gjatë se ne i thamë tana, por gjithsesi, a keni ndonjë këshill për fëmijët që edhe të rinj që dojnë me njek artin dhe kulturën? Këshill, me besu tek vetë. Ktu do hapi vesh edhe unë. Po, beso tek vetja, puna fort që ti e ke, dhe merri shkallët një nga një. Një nga një. Nuk bën me kalu kështu, e? Ja, një nga një. E fundit, çfarë do doni të shihni të ndryshe në skenën e artit shqiptar? Nëse mund ta quajmë kështu, në kuptimin e figurshëm. Diçka me pa ndryshe, atëherë ne kena ndorë vetë për me zgjellë se ç'a dona me pa. Dhe unë besoj që gjithmonë shoh ato gjana që ja vlen për tu pa, që mu më pëlqejnë. Vizionin ton e zgjedhim vetë. Ne ju ftojmë sërish në gjysmëfinale dhe çdo aktivitet që organizon qendra kulturore. Bashkë do shihemi në studio, shihemi pas pak. Faleminderit Zyshori. Faleminderit ty.